Kur isha ne më thoshin pse fol për ne, tash I kam ardhur thonë çfarë do pse ke ardhur. Hajde je me shqiptar. Gjë. Ja ku ke atë djalin që po na regjistron po merr me të punë. Kur dola unë 2016-ën, u turrën. Qa nuk thanë? Ma s'ke thënë më punë fare. Pse e thanë? Tani më thonë kur do thush prap. Do të paranojnë nësësh. E dyta, këto që thua, a I ke bindje apo jo? Unë I besoj këto që them. Tash unë me çam jepon ato që them I kam bindje. Tani unë vetëm time se trajtoj. Tani ti shqyr që ka hap dhe këtë podcast. Ashtu. Jo, unë shpresoj ta kthesh televizion se e meriton. Edhe ti themi ato që duhet me I thonë, edhe pa u lodh. Le të mërziten këta, bile ato duhet të mërziten. Se tani jetën e morën, I bim shkurt, jetën e morën. Pa, realisht. Po thinje fëmijët e mi me këta sojsëza, se s'du ta lçoj gojën te podcasti ose shera parë, se herën tjetër di unë çfarë do them. Ky është jetën kjo është hapësirë e lirë. Jetën e morën. Siç tani të kërkojnë ta marrin dhe fytyrën në momentin e fundit. Gjëja më e rëndësishme është për mua, për këta njerëz këtu. Nuk është pjesa që këta nuk kanë lexuar, se ne nuk kemi kaq pa lexuar sa themi. Ne nuk kemi traditë një, e dyta, ne kemi psikozë frikë të mërshme. Që këtu brenda, jo brenda, po dhe shqiptari jashtë, thot si të votoj ose të mos ta them të fjalën këtu, se mbase do më ngacmoj familjen atje. Do më falësh Romeo se më ke dalë në një gjë që dje, jo larg. Nuk mund ta them emrin sinqerisht. Por një Boll ka thonë pjesë e strukturës së PD-s, po jo, është dhe femër. Një grua që është në PD, që ishte deputete dhe tash nuk është, dhe më tregon në rrugë takoj rastisht, edhe më tregon mesazhin që I kishte çu gjithëve e bona online, e bëra live, mesazhin që I kishte çu Flamur Noka, po, për dalë sot atje. Dhe I thashën, më zonjë, thash. Pa I kemi bisedu këtë, kemi qenë bashkë në debat, më ke kundërshtu njërën tjetërën. I thash, hajde thuj tash ti. Tha, nuk mundem, kam frikë, tha, se ti nuk e di qa kërcenime shkemi atje brenda. Pra, kur thonë këto kemi kundërshtu e në Verhoxhën, po ti, dhe kemi luftu komunë, ti sot ke frikë me Flamur Nokën, që I funi a funit nuk ka, çfarë frikë kanë? Ku I kërcenoka ky njeri këto? Ku I kërcenoka Berisha këto që qose ka në njëri që duhet ketë frikë ose ati Berisha për krimet që I ka boje, për atë që I ka sjell vendit, se me që jemi ke çështja partizane dhe e that, tash kemi çështjen Çesdia, kemi Gërdecin, kemi korrupsion gjaksor, kemi katër vrarë bulevard. Çfarë është politika këtu? Ty është me se pemrat majnë taka, po majnë dhe burrën duket, taka për të takave. Politika është parat mode, merca, aparenca, mbush xhepin dhe ik, edhe thuj yes men, ose yes woman. Unë mendoj që politika është përballje. Ja, përballje s'ka. Edhe mendoj që ka dhe femra që janë më burra se burrat, por të paktën ne, si brezi im dhe jodi, ja kemi bërë fëmijëve tanë, dalim ne të përballemi, fillimisht. Se kemi edhe përvojën, e dyta jemi lodh me këta, edhe s'kemi çfarë humbim. Këta mendojnë që ne kemi çfarë humbim. Unë menoj që s'kam që unë, them, bujrëm, a shpërsoheni për baljen, mjepni se be për tepër, se kusur s'kam për t'ju lënë. Se nga mundohem t'jem dhe këshu, reciprok në këta. Si që themi që ke fqinjët si jemi reciprok. Unë jam shumë I vendosur që ne duhet të zbatojmë politikë reciprociteti, jo vetëm I fqinjët, po me çdo person. Si që meriton, që meriton të japim. Tani, kjo të tregon që ke integritet dhe ne kemi pas. Unë nuk e konceptoj dot që dikush të menoj që unë e kam frikë, e unë nuk shprem dot për te.